Jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. Një falënderim posaçëm shkon për juve shikues të dashur, sepse jeni ju ata që na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. Gjithashtu një falënderim tjetër shkon edhe për sponsorët tanë, që janë Vala 4G, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari dhe Fruti. E tani se çfarë ka të vërtet dhe të pavërtet për artistët tanë, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Rikthehet Mimoza Mustafa. Kjo është e vërtetë. Këngëtarja Mimoza Mustafa ka vite që i mungon në mënyrë aktive muzikës, duke sjellur ko pas kohe ndonjë projekt muzikor. Mirë po këtë vit duke si do t'jetë më aktive, e madje produksioni i parë do të jetë në duet. Mimoza është bërë bashkë me Ramadan Krasniqin, Danin, për të sjellur një duet, videoklipi së cilës është xhiruar nga MF Creative. Në anën tjetër, Dani po shijon suksesin e bashkëpunimit me Ylli Manin, S'ka dashni. Mimoza dhe Seldi sërish në duet. Kjo është e vërtetë. Dashni është dueti i dytë mes çiftit tashmë të fejuar Mimoza dhe Seldi, por kjo nuk do të jetë i fundet. Artistët kanë finalizuar projektin e tyre të tretë të përbashkët e gjatë këtyre ditëve do ta xhirojnë edhe videoklipin e saj. Lançimi i kësaj këngë do të bëhet në fund të muajit maj.